Që se shojnë dhe dhe Ne në vrim të gjithë përës dhe shojnë. Sa i mirë bodë. Unë them të edhe nusës edhe djalit tim të eci në gjurmët e familjeve. Si nusja të familjes vetë, të njaj nënës vetë në çdo detaj, edhe djalim të më njaj mua dhe babajet vetë. Ne jemi familje tradicionale dhe dua gjithë rinia të marri shembullit e familja e vetë, se te komshiu do marri gjithmonë shembullin e vetë. Tradicionale është një familje e shkëllqyshme. Frimare. Breziri. Do të shumë dëshirë që thoja të gjithë djemve sot, mos të kompleksohen nga ana financiare, sepse realisht po vjen shumë keq, kur shikoj djem shumë të mirë, me cilët mund të bësh një bisedë, por i shikoj që janë pak të tërhequr se mendojnë që po unë nuk e kam, nuk i përshtaten financiarisht personit përballë, ndihen të zvogëluar, shohin modelet me makinat e fundit djemt e tjerë që sigurisht grumbullojnë para në kohë shumë të shkurtër, shumë shpejt në format e tyre, dhe kompleksohen, zvoglohen dhe nuk marrin hapa. Dhe unë ndjej një keqardhje gjithë kohës kur shikoj këta djemt që punojnë, që duken që janë djemt shumë të mirë, të përkushtuar dhe nuk e marrin hapin drejta. Merrni makina Porsche thujmë. Po, unë do thoja mos... Gocave, do t'i thuash gocave që ta heqin ata ankthin që mund t'gelen pa martuar? Listat. E kanë ankthin, mendoj, nuk e heshin do. E kanë ankthin që të ngelen pa martuar. Gocat kanë ndërmend të krijojnë familje thonë në shpejt gjithmonë. Apo nuk e mendoj më fare kështu, gocat? Gocat... Nuk dua shumë që të jemi ashpër, po mendoj që gocat ndahen në dy kategori. Ato që e dinë se çfarë duan dhe kanë zgjedhur formën e tyre për të arritur atë gjën që duan, janë të qarta dhe s'kan asnjë lloj pengese tek ajo që duan. Për hir të së vërtetës, po. Pastaj është dhe një kategori tjetër gocash që janë shumë të mira, por që nuk arrin dot ta gjejnë atë gjën që i duhet, sepse në një shoqëri ku djemt duan këtë modelin tjetër të vajzave, bëhet shumë e vështirë që ti të gjesh kombinimin më të mirë. Pra, do kemi më shumë beqar se të martuar. Më shumë beqar se kurrë. Por djemt do doja shumë ta theksoj këtë. Mos u kompleksoni fare nga ana financiare. Do më thënë, lëshojeni veten, lërini këto... Kanë fajnë femrat, më që kompleksohen ato tani, se s'kanë faj dhe ata shkretët. S'kanë faj. Atere po e them... Gabimi atyre është që i fusin të gjitha femrat me i thes. Ky është gabimi. Atër, më lejoni mua të them... Po, gas, se s'kemi kohë. Qenë gocat e mira, se nuk janë atrakcion ato. Pa jo, pa, e kundër ta të gjithse. Po, atëre, unë po them 2-3 gjëra shumë të lezetshme. Të dashur të rinj, mos u shqetësoni për rrobat, për lekët. Momentet më të bukura të jetës kalojnë lakuriq. Dorela për rroba. E dyta, në rast se doni një jetë të këndshme, një jetë të bukur, një jetë serioze, një jetë të qetë, një jetë fuqishme, edhe nga ana seksuale, edhe nga ana e dashurisë të gjitha, Dorelani është zgjidhja. Shkon atje, bler një krevat Dorelan me gjithë çmimi, s'ke pse ta blesh shumë shtrenjtë. Dyshek, krevat, jastëk, batanie, gjitha gjëra. Mjafton ti Dorelan. Po që Dorelan e ke si pëlqen, mund të krypun. Tani 2 fjali kam. Lengjët janë. Po, edhe ajo. 2 fjali kam. Kur e bën një grua burrin milioner? Kur është miliarder? E dyta, hiqni dorë nga listat. Hiqni dorë nga listat. Shikoni te zemra e tjetrit, se zemra një njeriu vlen më shumë se çdo pasuri që mund të ketë një njeri tjetër. Besoni për këtë. Lista kërkesave vlen para zemrës. Në fund fare, në krevat do ngjesheni me personin që keni afër vlla. Pa listën e kërkesave. Pa listë fare. Ti keni pijamet pre Floriri, do t'i hiqni. Ajo që është brenda pijameve nuk ndryshon dot. Ajo ka vlerë. Dhe fundit fare, dasma është një ditë, martesa është gjithë jetën, mos e çani kokën, eci përpara, hajde çao. Kur e kemi ngrënë nele ta ham të Ishte ndeshja, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe takohemi me njërin akuzë. Po, akuzë.